Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin tonë Rrëfime Jete. Ditën e sotme dua të sjell një letër pranë jush, një letër që në fakt më ka emocionuar shumë. Këtë letër më ka shkruar një zotrin nga Gostivari, i cili jeton në Zvicër, i cili ndan dhimbjen e tij të madhe të jetës. Një histori që më besoni do t'ju përlot të gjithve. Është një letër që brenda mban dhimbjen e një babait për vajzën e tij, ku sipas zotrisë, nëna vajzën e ka marrë edhe me gjykatë dhe nuk e lër babain që ta shikon. Përshëndetje të gjithëve. Sot vendosa që të hap shpirtin tim, të ndaj me ju një dhimbje që po më rëndon në gjoks prej shumë kohësh. Unë që po u shkruaj jam një djalë nga Gostivari. Një njeri që jeta nuk më përkëdheli kur, por që gjithmonë u mundua të qëndroj në këmbë. Që i vogël, fati më përballi me sfidën më të rëndë. U rita pa baba. Kush e ka provuar këtë jetë, e di mirë se çfarë do të thotë të rritesh me shumë mundime. Pa e pasur atë krahun e fortë të prindërit që të mbron nga stuhit e kësaj bote. Çdo gjë në jetë, thot, e arrita me gjak, me djersë, duke luftuar me varfërinë dhe me mungesën e madhe që unë në të vërtetë e kisha në zemër. Mendova se duke ikur në gurbet, gjërat do të ndryshonin. Jetova plot 20 vite në Zvicër. 20 vite në dhe të huaj, duke punuar ditë edhe natë. Duke sakrifikuar rinin time për të ndërtuar një të ardhme, për të krijuar një familje, edhe për të mos u ndjerë kur më i pa shpresë. Por në thelb gurbeti të jep disa gjëra dhe të merr shpirtin. Këtu në mes ftohtësisë së këtij shteti dhe vetmisësime, unë investova çdo gjë që kisha. Dashurinë, besimin dhe rrogën time. Besova se po ndërtoja një folet të ngrohtë, por jeta kishte rezervuar një tjetër goditje, edhe më të madhe. Ndoshta më të rëndën të jetës time. Prej disa vitesh, unë jam një njeri i ndarë nga gruaja. Ajo me të cilën unë ndava ëndrat, ndava rinin dhe më lëndoi në mënyrën më mizore të mundshme. Disa vite më parë, bota ime u përmbys. Aty ku unë prisja mirënjohje dhe dashuri, gjeta vetëm tradhti edhe dhimbje. Është e vështirë ta përshkruaj me fjalë atë lloj mërzie që më kaplon kur e kuptoj se njeriu që i besova jetën ma ka kthyer shpinën.
Kam kaluar 3 vite në një errësirë të plot, duke pyetur veten pse. Çfarë bëra unë në këtë mes gabim? Kam mbajtur mbi supe 2 fëmijë. I rita me mundime të mëdha. Deri në martesë. I rita fëmijët e një gruas që e mora ta ndihmoj. Duke mos u lën asgjë mangët, këtu përfshir edhe fëmijën tim në martesën time që më erdhi me këtë grua. Duke bërë për ta edhe për nënën e tyre, babaun që gjithmonë u duhej në jetën e tyre. Edhe në fund, kur erdhi koha që unë duheshte të shijoj fytyrën apo frytet e gjithë punës time që unë u lodha për vitet të tëra të risa ato fëmijë, u përballa me një lodhje shpirtërore që më shkatërroi. Depresioni hyri në jetën time, pa trokitur. Kush nuk e ka provuar depresionin, nuk e njeh errësirën e vërtetë. Ka pasur ditë ku mbyllesha në dhomë dhe thosha me veten se më mirë të vdes, po kaq i rënd ishte zhgënjimi për mua, kur të humb besimi, dashuria të humb dëshira për të jetuar. Nuk dua më t'i besoj askujt. Zemra ime u thye në aq shumë pjesë sa që sot e kam të pamundur të shoh dikën në sy dhe t'i besoj verbërisht. Por nëse tradhtia e gruas ishte një thik pas shpine, plaga më e madhe që më pikon gjak çdo sekond është vajza ime, goca ime. Ky ligj i Zvicrës. Ky ligj i Zvicrës që nuk dëgjon zërin e një babait shqiptar. Këtu ligjet shpesh nuk u besojnë burrave. Nuk e shohin dhimbjen tonë, por e shtohen verbërisht pa e ditur të vërtetën. Për shkak të këtyre manipulimeve dhe këtyre ligjeve, unë sot nuk mund ta shoh gocën time. A ka dhimbje më të madhe për një prind se sa t'ia ndalojnë të sheh gjakun e vet? Unë jetoj me imazhin e saj në mendje. Çdo natë bi të flej me lotët në sy, dhe çdo mëngjes zgjohem me shpresën se do të dëgjoj zërin të mrekullueshëm të saj. Kjo është mërzia që po më ha të gjallë. Përpara kësaj dhimbje, çdo gjë duket tejet e vogël. Të ndajnë nga fëmia është një krim që nuk ka gjykat në botë që mund të arsyetoj. Prandaj thosha në momentet e mia më të errta se më mirë të vdes se sa të jetoj në këtë gjendje duke parë se si jeta ime u shpërbë para syve të mi. Sot unë jetoj në Zvicër i vetëm, mes 4 mureve, mes kujtimeve të mia, me lotë që nuk më thahen dhe me këtë dhimbje të madhe në gjoks. Ishte ditëlindja ime. Një tjetër ditëlindje ku unë ula vetëm. Pa njerëzit që deshta më së shumti. Duke kujtuar se sa shumë kam vuajtur që nga fëmijëria e deri më sot. Kjo jetë më erdhi e mbrapsht me rena, me gënjeshtra dhe me njerëz të rrem që din vetëm të të shfrytëzojnë e pastaj të të hedhin poshtë në rrugë. Kush nuk e beson këtë që po them, le të pres, sepse koha e tregon çdo gjë. Koha i zhvesh të gjitha maskat.
Po pavarësisht çdo gjëje, unë në një Zot besoj. Besoj fort që ka një drejtësi hyjnore mbi këtë tokë. Njerëzit mund të gjykojnë gabim. Ligjet e njerëzve në Zvicër apo kudo tjetër mund të jenë të padrejta. Por ligji i Zotit nuk gabon kurrë. Ai e sheh shpirtin tim të pastër. I sheh mundimet e mia që në gostivar e deri në gurbet, dhe e di se sa kam dhënë për atë familje. Unë e dua drejtësinë dhe pres që ajo të vijë, sepse askush nuk mund të ndërtojë lumturinë e ti mbi lotët e një babai të lënduar. Po e mbyll këtu këtë letër me shpresën që askush të mos e provojë këtë vetmi dhe këtë dhimbje që po kaloj unë. Ju falemnderit që më dëgjuat. Do me thënë edhe njerë që ta shpjegojmë, bëhet fjalë për një baba i cili jeton në Zvicër, ka qenë i martuar me një grua, e cila ka patur fëmijë, do me thënë kanë ndërtuar familjen e tyre, kanë lindur edhe fëmijë, por pas një periudhe të gjatë, kur gruaja do me thënë është martuar me zotëriun, kanë rritur edhe të dy fëmijët, ka martuar vajzën e saj, zotëriu thot unë me të gjitha harxhimet e mia kam bërë maksimumin që vajzës t'i realizohet çdo dëshirë, sot gruaja ka vendosur që të ndahet nga burri i vet, edhe ja ka ndaluar edhe vizitën e vajzës. Do me thënë zotëria në fjalë nuk e takon dot vajzën e tij. Ka kaluar ditë shumë të rënda, ka qenë në gjendje shumë të rëndë psiqike, se kanë folur edhe vet, do me thënë po e përballon shumë keq këtë gjë. Tani, sipas zotërisë, ligjet e Zvicrës ja kanë ndaluar që ta takon të bijën, sepse një babait sipas ligjeve të Zvicrës dhe historisë që është dëgjuar në gjykat, me patjetër sepse është mbajtur një proces gjyqësor, nuk mundet Zvicra të merr vendimin pa mbajtur proces gjyqësor, babait nuk i dëgjohet zëri. Dhe ky baba është duke vuajtur, zotëria është nga Gostivari, jeton në Zvicër, dhe është duke kaluar momente shumë të vështira dhe ka nevojë që edhe ju nëpërmjet komenteve ta ndihmoni. Por këtë mesazh ja dërgon edhe gruas së tij, që ta dëgjon këtë letër dhe të mendon edhe një herë për këtë burr që e ka lënë të vetëm, ku sipas këtij burri, domethënë ne nuk e kemi dëgjuar palën tjetër, por sipas këtij burri, ky pas ka qenë një burr i mrekullueshëm në familje dhe pas ka dhënë maksimumin, ndërsa gruaja i ka dalur e prerë në besë.